Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Buzëqeshja në fillim. Për të arritur një fillim të mbarë çdo ditë, bashkëshorti duhet të buzëqesh kur takon gruan e tij dhe anasjelltas. Kjo buzëqeshje është njoftim paraprak i pajtimit dhe rënies dakord. Një hadith thot: buzëqeshja para vllait tuaj është lëmosh. I dërguari i Allahut vinte gjithmonë buzën në gaz. Fillimi me përshëndetje. Përshëndetni me një përshëndetje të caktuar nga Allahu, që është e bekuar dhe e këndshme. Gjithashtu, kur i rikthehemi jetës shtëpiake, duhet të bëjmë gjithmonë duan e këshilluar me të hyrë në shtëpi. O Allah, po të lutem për hyrjen më të mirë dhe daljen më të mirë. Me emrin e Allahut hym dhe me emrin e Allahut dalim. Dhe tek Allahu, Zoti ynë, e mbështesim besimin. Të folurit me ton miqësor mbjell mirëkuptim në shtëpi. Një varg i Kuranit thot: dhe thua ju robërve të mi, të flasin atë që është më e mira. Sikur burri dhe gruaja t'i kujtonin pikat e mirat njëri tjetrit dhe të haronin të këqijat. Kur një burr mban në mendje anët e mira të gruas vet, duke haruar të metat e saj, ai gjen paqe e lumturi. Një hadith pohon: besimtari nuk duhet ta urrej besimtaren, sepse ai mund të urrejë një tipar të saj, por me një tjetër ai mund të jetë i kënaqur. Një poet arab ka thënë: kush është ai që kurrë s'ka gabuar, dhe kush zotron të mirën e kulluar? Allahu fuqiplot thot: e të mos ishte për mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij ndaj jush, asnjë prej jush nuk do të pastrohej kurrë, por Allahu e pastron atë që do ai. Allahu dëgjon e di. Çështjet e vogla dhe të parëndësishme janë shkaku i shumicës së problemeve shtëpiake. Dhe kam parë shumë martesa të përfundojnë në divorc, jo për shkak të dallimeve të papajtueshme, por diçka e të vogël e të parëndësishme. Një mundim i tillë shtëpiak fillon sepse shtëpia nuk ishte e pastër. Një tjetër sepse darka zgatuej në kohë. Një tjetër nga ankesa e gruas për numrin e tepruar të miqve të ftuar nga burri. Një listë problemesh të tilla dhe të tjera mund të ndajë një familje, duke i lënë fëmijët pa nënë ose pa baba. Është detyrë për ne të jetojmë në një botë reale, sidomos lidhur me bashkëshortin apo bashkëshorten, dhe të mos ëndrrojmë utopinë. Ne si qenie njerëzore mund të zemërohemi dhe të irritohemi, të tregojmë dobësi dhe të gabojmë. Ndaj kur flasim për kërkimin e lumturisë shtëpiake, duhet të mbajmë në mendje konceptin e gëzimit relativ e jo të atij total. Këtu meriton të përmendet natyra e paqët dhe e shoqërueshme e Imam Ahmed ibn Hanbelit. Pas vdekjes së gruas, ai tha: ajo ka qenë shoqja ime për 40 vjet. Dhe gjatë kësaj kohe nuk kemi patur asnjë mosmarrveshje. Burri duhet hesht kur gruaja zemërohet dhe anasjelltas, gjersa zemërimi të zbutet dhe stuhia të pushojë. Ibn el-Gjeuzi ka thënë në librin e tij Sejdul Hatir: sa herë që shoku juaj zemërohet dhe flet pa vetdije, duhet të mos ja vreni ato që thot, e as të mos e mbani përgjegjës. Gjendja e tij është ajo e të dehurit i cili nuk kupton se ç'po ndodh. Tregohuni të durueshëm, qoftë edhe për pak çaste. Nëse ja ktheni me fjalë të rënda, bëheni si i mençuri që kërkon t'i hakmerret të çmendurit, ose i ndërgjegjshmi që kërkon shpagim nga i panërgjegjshmi. Shikojeni atë me syrin mëshirues dhe kini mëshirë ndaj tij për veprimet e tij. Ta dini se kur të dal nga kjo gjendje, do të pendohet për atë që ka ndodhur
dhe do ta çmojë virtytin tuaj të durimit. Ju duhet jeni i durueshëm sidomos nëse personi i zemëruar është bashkëshort ose i afërm i juaj. Lëreni të thonë ç'të duan derisa të qetësohen, dhe mos i mbani përgjegjës për fjalët e tyre. Sa herë që një person i zemëruar i dilet para me zemërim, zemërimi i tij nuk do të zbutet, edhe pasi të ketë dalë nga gjendja e dehjes së tij. Dëshira për hakmarrje helmon zemrën e çuar pesh. Të kryqëzuarit e historisë është një libër plot me ngjarje të atyre hakmarrësve që i ndëshkuan rënd armiqtë e tyre. Duke lexuar këtë libër, kupton se vrasja e armiqve nuk u mjaftoi për të shuar etjen e tyre për shpagim. Ironia që përcjell autori është se personi i kryqëzuar, për shembull, nuk ndjen dhimbje pasi t'i ketë dalur shpirti. Ndërkohë, vrasësi i hakmarrës s'do të gjej kurrë paqe apo lumturi sepse zjarri i shpagimit e ka përpir tërë qenien e tij. Libri tregon ndodhitë e disa prej udhëheqësve abasid, të cilët s'arritën dot hakmerreshin ndaj rivalëve të tyre Umejad, thjesht nga që këta të fundit vdiqen para se të parët të merrnin pushtetin. Ende i zemëruar, njëri prej tyre e nxori kufomën e armikut të tij nga varri dhe e kamxhikosi, ose e kryqëzoi dhe pastaj e dogji. Kuptoni pra se synuesi i hakmarrjes do të ndjejë gjithmonë më shumë dhimbje dhe mjerim se sa objekti i hakmarrjes së tij, sepse ai ka humbur edhe paqen edhe qetësinë e brendshme. Një poet ka thënë: "Të paditurin nuk e dëmtojnë armiqt, aq sa që dëmton ai vetveten." Kurani fisnik na tregon për gjendjen mendore të disa hipokritëve. Dhe kur ju takojnë, ata thonë: "Ne kemi besuar." E kur veçohen, ata nga mlefi ndaj jush shtyjnë majët të gishtrinjve. Thua ju: "Vdisni në atë mlefin tuaj." Thellohu. Kur besimtarin e mposhtin fatkeqësitë, ai mund ta gjejë rrugdaljen vetëm përmes pendimit. Duke mos shikuar jashtë në shkaqet e jashtme, besimtari duhet kërkojë nga brenda dhe të kuptojë se ai është fajtor dhe se e meriton atë që e ka gjetur. Vetëm kur arrin këtë nivel vetdije, ai mund të fillojë procesin e ndreqjes së gabimeve të tija dhe pendimit para Allahut për fajet e mëparshme. Dhe kur t'jetë kujdesur për këto çështje të brendshme, Allahu do të kujdeset për çështjet e tija të jashtme. Këto fjalë mund të duken të thjeshta, por janë tepër të pakta ata që i zbatojnë ato në praktik. Mos u shkrini në personalitetin e të tjerëve. Njeriu kalon nëpër 3 etapa: imitimi, përzgjedhja, shpikja dhe krijueshmëria. Imitimi, akti i të kopjuarit të personalitetit dhe sjelljes së një tjetri, kryhet ose për shkak të pëlqimit të madh të personit të imituar, ose për shkak të animit të madh drejt tij. Kur shkohet në skajet e të imituarit, deri te toni i të folurit dhe gjesteve trupore, personi imitues në fakt është duke e varrosur personalitetin e vet. Do të shihni disa prej tyre të imitojnë njerëzit e famshëm në mënyrën e ecjes, të folurit dhe veprimeve. Tërë veçantitë e tyre i braktisin për hir të kopimit të idhujve të tyre. Po të imitonin tiparet fisnike dhe personalitete të ngritura, do t'i kisha lavdruar, sepse imitimi i dikujt në kërkimin e dijes, në bujari, në mirësjellje, është në vetvete një akt fisnik. Ndjehem i detyruar këtu që ta përsëris atë që thash më parë. Ti je një entitet unik, dhe që kur Allahu e krijoi Ademin, nuk mund të gjesh 2 njerëz një lloj. Një ajet kuranor lexon: "Ndryshimi i gjuhëve dhe i ngjyrave tuaja." Përse atëherë kërkojmë të jemi si të tjerët në çështje si tiparet dhe aftësitë? Bukuria e zërit tënd është në unikalitetin e tij, dhe bukuria e pamjes tënde
është në të qenurit e posaçme për ty. Edhe në përkodra ka vija të bardha e të kuqe, ngjyrash të ndryshme. Ka edhe shumë të zeza. Pritja e lehtësimit nga Allahu. Ai ishte një gojtar i Zotit që përfaqësoi të dërguarin e Allahut dhe Islamin. Mirëpo shpesh ai e ngrinte zërin kur mbante ligjërat, dhe kjo nganjëherë ndodhte në praninë e të dërguarit të Allahut. Ai ishte Thabit ibn Kejs ibn Shamasi. Allahu shpalli: O ju që besuat, mos i ngrini zërat për mbi atë të pejgamberit, dhe mos u gërmoni atij si i ngërmoheni njëri tjetrit, e t'ju zhduken veprat pa e ditur. Kur u shpall ky ajet, Thabiti mendoi se i referoi atij, ndaj u izolua në shtëpi dhe qante pa pushim. Në një tubim, i dërguari i Allahut e ndjeu mungesën e Thabitit dhe pyeti për të. Shokët i thanë se ç'kishte ndodhur, dhe i dërguari i Allahut shpjegoi se nuk ishte ai. Ai tha: Kur, por ai është nga banorët e xhenetit. Kështu paralajmërimi u kthye në si hariq. Gruaja e pejgamberit, Aisha, qau vazhdimisht për një muaj, sepse e kishin akuzuar pa të drejtë për keqbërje. Ajo u zbedhe u tret nga natyra serioze e akuzave. Atëherë, papritur, erdhi çlirimi nga Allahu. Dhe Kurani e vërtetoi pafajësinë e saj. Vërtet, ata që akuzojnë gratë e ndershme, besimtarët pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në përjetësi. Ajo e falenderoi Allahun, nderisa ai u vun vend dhe besimtarët u gëzuan me të. Kur u dha thirrja për në luftën e Tebukut, 3 prej besimtarëve mbetën pas pa dashje. U zbritën ajete që i paralajmëronin ata që mbesnin prapa për një ndëshkim të rëndë. Ata të 3 u mjeruan shumë dhe bën pendes të sinqertë. Ata besuan se nuk kishte stre dhe shpëtim për ta përveç se me Allahun. Pas një kohë të shkurtër që atyre ju duk pa mbarim, u zbritën vargjet e faljes.